E kush angazhohet me punët e veta, e kush mirret me punët e veta, nuk ka kohë me u marrë me punët e huaja. Na punët tona i kemi lanë anash, e tu këshyr kush ka po bën, e ky gjënaqar, e ky fasik, e ky mushrik, e ky bidatxhi, e ky kështu, e ky ashtu, e ky hajm, e ky kështu. Na e kemi harru veten krejt. Po ndo ka me të vetë Zoti kush ka qenë alkooliqar, kush ka qenë lavir, kush ka qenë hajm, kush ka qenë kështu, kush ka qenë ashtu. Ka me të vetë ty edhe çka punët e tua që shikije. Bile s'ka me të ra ty në men mas për mu se imam xhamie që më kije kur delsh të Zoti, sidomos nëse e kije gjendjen keq. Andaj pra, duke lut Zotin, duke ju mbështet Zotit për veten tonë, edhe e lusi për mëkatet tona, edhe i paraqesim halët dhe brengat tona, na nuk kena kohë me u marë me qile vë qal, me thash e thame, edhe me u marë me jetën private të tjerëve.